Knacimet pas këtu Granete dhe faleminderit për kohën që do të na tregosh pak a shumë për rrugtimin tënd. E di që s'mban mend shumë kur ke qenë fëmijë, po ndoshta fillimet e para jetës të fëmirisë tënde në Gjermani. Jam kohë shumë i ri, me 2 vjet e gjysmë na dal pe Kosovë, na shku në Gjermani dhe jena kohë si far hojmi dhe që aty që me thonë. Ka fillu një jetë e re. Ka fillu jetë e re, po. Veç nuk kam marrë shumë vesh, se jam kohë shumë i ri, nuk kam kujtu e të fort, veç kina ka përcy mirë. Po si ka qenë për ty fëmiria, të e marë parasysh që një farforme ke qenë nga Kosova, s'ke qenë vendas Gjerman. Ka pasur ndonjëherë momente problematike, pikërisht për shkak që ke qenë kosovar, i ardhur në këtë rast? Ka pasur momente shpesh herë, ku jam kohë maj vogël, se nuk i kuptojsha njerës për shembull se folçëm gjuhën vetë shqip në shtëpi, tani dikur që me thonë, derisa ke marrë vesh kojt që është vendi jute. Si erdhi idea për të bërë bokser? Intereson shumë ti. Qysh ja kom nis me boksu? Po. E kem qef luftarakën, e kem qef morrej, që jena me vllaznije, me që me thonë, jena konë gjithë eger pak, se luj shumë, e këtë shumë filma, sportit shumë, që ashtu tani kena pas qef, dhe kur i kom pas 15 vjet, jam kom pak ma i shnush, tani ja kom nis me hu peshe, me oshtru, tani e kom marrë sportin. Ma seriozisht? Mas një farloje dashnije, një farloje e kom pas suksesin aty, jam ka orë vetjen e kom një shumë mirë, kur kom boksu edhe kur jam kom si servitje në stop. Po, si e pritën familjarët kur kuptuan që një farforme djali po dëshiron të hyjë në një sport luftarak që jo gjithmonë mund të përfundoj edhe mirë, ka njëherë mund të ketë edhe momente ndoshta të lëndimit e kështu me radhë. Ka momente shumë shtira. Ka rrezik si sport. Fillim për shembull prindit nuk kanë desht me po të rreboks, të boksu e tana, veç jam kohë e ri, kom pas qef, tani gjithë kom vazhdu edhe vishin sukseset, kom as kome, dhe o kone knatësi, se jam rrit me këtë sport, edhe kom, që me thonë, kom dërshu veten, pozitive. Për ka ana pozitive. E përmendë pak më herët që ke qenë ma shnosh, sa kilogrami ke pas në atë mosh? Kur i kom pas 15 vjeç, jam kon gjithë i shnu, se kom hongër mirë, kom pas qef me hongër, jam me hes, kështu adin. I kom pas dikur janë 90 kila, kur i kom pas 15 vjet. Tani në shkollë për shkakun si thëshin hej ti troshti, tani unë u rresha me njerëz adin. Tani me zbuksi e kom hu pesh, kom pas ma shumë vetbesim, kom pas ma shumë disiplinë me shumë sene, dhe qaja më ka bon ma taftë në shkollë tana. E bjen sporti që kështë sport më kalon një plus shumë madhë. Po, një farë mënyre këta që të pas kanë bulizu, që të pas kanë ngucë gjatë atyre momenteve të shkollës, pas kanë kriju një tjetër djallë, një tjetër mentalitet, atë të fuqishmin, atë të fortin dhe atë të disciplinushmin. Sepse pa disciplin nuk arrijet, as humbja peshës, as boksi, as një sport tjetër, apo jo? Qështu është. Dhe qëfar të ka bë që të vazhdojsh tutje? Po e supozojmë që janë ndalë këto nguca keqet me këta shokët e shkollës, e fitove një dashnit madhe për boksin, që të lahë me shku kështu për para. Qysh me thonë, dashnija dhe dhime janë shumë ngatë, shumë ofer. Nga ofer me njëra tjetër. Dhe boksit meqet e porë në amateur e kom po 70 meqe. E meqet e porë e kom fitu tani jam kon Bajri Shamajt, i bjen që qempion e në Kovendit. Po. Dhe aty o kon Mrametlia boba jam, e ka këqyrë në deshin, e ka thonë, djali jam, tha, e para edhe mra me herë si po t'i këshyri meqet, se bëllëran ish me boksu e djali, bus me mujt minimu, dhe mas 3 muj dite ka vdek. E tani o kon i lindim, një mërzi, e ta në senet dhe jam kon shumë i mbyllët. Mas që asoj, ku e kom paslo buksin, veç që me thonë jam kon dhe emocionun, një farë stresi, një farë nervuze, një farë mërzije, obligime, ndryshe, ta na kanë ndryshu paketa, dhe buksi o kon për mu një ventil tjetës. E për që ta one e kam
këton si ventilitetit, si tashni, si tana. E që shtu tani kom vazhdu edhe kom pos sukseset në amateur, tani dikur me 21 vjet ja ka nis në profi, e që shtu step by step jam bon qempioni i Gjermanis, tani junior Weltmeister, tani 2019 Europameister, dhe që tash meqen e fundit e kom morë WBC, Rrypen, Middle East Champion, o kon live në televizor dhe o kon e dishe shumë e rëndë, shumë e mirë. E kom fitu me një KO shumë të mirë. E kom zu kondeshtoren, e kom qitë jashtë për i ringit, që të me thonë. Tamam. Tamam, që të shqiptarski, që shkim qef nadin me po njënit tjetërin. Po. Të fitu. E përmende momentin ndoshta më kulminant të drejtimit për profesionin, në këtë rast takimin me babën pas meqit. Dhe pas një kohë baba pas ka ndru jetë, më janë shumë keq, ngushlimet e mija të lutën pranoj, por gjithsesi më intereson shumë di, të kam bështet baba, apo e tha që vish nuk ka me ardhë me të pamë? Unë ka bështet gjithë, edhe si nuk është këtë, unë bështet se ma jep një farë fuqie, se di se... E ke gjithë kohës me vete një farë? Gjithë të e kam si mbrojtje si tana. Veç, ka thonë t'jallë jam, je vendus me hiqit rrugë, hinë veç unë nuk po kam qef me të poqësh, adin me të po se rani se nuk po me të një mu. E fështirë me e pa fëmijun në atë pozitë. Se zërë është për print me po t'jem të djallin të boksu, me të lifar njëre dhe ta janë të furte dhe ta ushtrujnë, ata ne mund me ndohet qka mos, lendime ki qka mos. Po e vërtet. Po gjithë si kjo skandal ty, për para edhe tash pak më herët? Edhe vetë e kam kryt e ngrit kur të vendosna me bodi shka, ju shkon dhe në fund gjanave. Shka i diri në fund. Po. Po mirë, cila ka qenë vështirësia, sfida më e madhe e këtij profesioni? Tu e marë parasysh që e thash edhe pak më herët, është një sport i rrezikshëm, sport ekstrem, cilësohet. Hala është që tash, di që me thonë sfida ke pos gjithë. Po. Që këlla është ma e rona, ma e leta, sfida ki gjithë, ndeshje për ndeshje. Ndeshja ma e rona kur jam bo Europameister, qempioni i Europës, 2019, kom pos një kondeshtor shumë se ekli, që për thonë, pa përshtatshëm një kondeshtor. Në çfarë konteksti pa përshtatshëm? Pa përshtatshëm të kapke bajke të sene të gjeste që ka nuk është me sport, Po. Dhe unë ka rukë brëllt e të pare në rundë, unë jam kumëro në tukë, e të aty tani jam qu edhe nuk më ditë sen heq një herë, edhe vazhdova meqin. Ka qenë jo e duhur, jo e liqme, jo e jashtë regullave? Po, me jashtë regullave, edhe ku mujtë me lo atë farë fajtin edhe kisha fitu Rrypen, veç nuk më deshe, thash, që tash... Dvezi dhe ma shumë, a? Në dvezi ma shumë, zdi që me thonë. Po. Na vynë ka herë pak dhimje për më dhes, na vetë im qësit tipa, që me thonë. Edhe tani kom vazhdu edhe 10 runda kom boksu edhe e kom fitu Rrypen, që atë kohë e shtirë, për mu veç më ka dhoni vetë besim, dhe më ka kalzu si hej të i për meqet më të noja, të i për me hypë më naltë, e qaj o konë si... O konë i meqë i shtirë, që ta është meqë i fundit o konë i shtirë. E që në fundit e përmende që ka fluturu kundërshtarja? Kë jashtë për ringit, po. O dollë jashtë për ringit, tani orë dhe petë dhe e ka ndërprej. E ka ndërprej, s'ka vazhdu ma? S'ka vazhdu treneri ti mo. Arsyeja? Arsyeja ka pos... Lëndime? Thyne këto, që zojnë... Brit? Brit, thyne, hunën e thyne, edhe nuk u duk mirë, edhe që me thonë, e nana rumë do konë, e aty ludhet njeri, ludhet bokseri, edhe voret sot trome trona e ko. Me ka bo mirë ashtë. Si ke pasur lëndime të tila, Granit? Në amateur kom pas lëndime kërë shumë. Po? E kom thy hunën ja 4 herë, që shtu nuk duk nësi, veç mrena e kam... Po? Hunën pak si... Edhe lëndime të mloja nuk kom pas. Lëndime të Se vetë jam bëj vogel edhe kështës, për me si gure se më thujnë gjithë shtajnë. Po. Edhe
vendime që qërë për Zotin nuk kam. Qarë do të thotë Shtajnë dhe kur e more tani këtë noftë? Nga cili moment erdi për mos më uqujt më Granit Bylykbashi, po më quajt Granit Shtajnë? Bylykbashi nuk dishi me thonë. Me thonë, leta. Me thonë, se ishin të Granit Zuvi dhe Shtajnë, i bjen Granit Siguri, tha, du bis të Granit Shtajnë, te je Granit Shtojnë. Tani të nesrit, gjëfshin tonë, kjo Granit Shtojnë, kjo boksiri. A tani kamet që kjo emen, gjithë. Hej, Granit, hej, Shtajnë, hej, qështu. Tani, qështu e ko morë që të farë emen edhe jam bon për e me si Guri. Se kur të vërtetën... Po, kalzon puna tani në këtë aspekt. Dhe në përgjithësi, e përmende që përveç babës edhe familjarët të tjera, një pëse në fillim ndështë asë kanë qenë shumë të pajtimit për ma u marë me boks, të kanë përkra gjithësësi. Të kanë shty për para, edhe vlezrit, apo jo? Edhe vlezrit janë konë gjithë aty. Në amatër janë konë gjithë, kër jerat krejtë fajt që ka jam konë, janë konë gjithë më kanë përkra për tana. Ju të regonti që je nga Kosova, je shqiptar në funditës me komësi? Shqiptar jam. Ju të regon, po temi të tjerve? E din tonë që emni kalëzën. Po. Se Granit është, e din tonë që është emni shqiptar. Po. Futbolisti Granit Qaka, për shumë krejt e din se Granit është, nuk është Gjerman. Përdoret si jamër në vendin tonë, po shumë e vërtet. Tonë e din se shqiptar dhe kanë Granit edhe din se Granit Shtajnë edhe më thirin të Albanian Stone. I bjenë se Guri shqiptar. Guri shqiptar. Që është bërë me uni kjo epitet, kjo emër? Kjo emër në kohë në Amerikë ku mjetu në vjetë e gjithë gati, në New York City. Jam kohë të trenerat më të fort edhe ku më shtru me high class boksera. E ata ne më nëshit më thyja, se më shtishin shparing të lifar njeri, të lifar kategorie. Po. Herë, që me thonë, të lifar nacione, vishë në atje në ring, edhe ndrojshin qdo herë, e ta në theke, e fane, hey Stone, you are real the Albanian Stone, you're the Stone. E qështu tani ti keshe, unë ka me qaja the Albanian Stone. Po, guri shqiptar. Edhe tani mura që tonë thash hajt, se unë është diçka veçant, edhe ti edhin marketingi është, që ta është dhe sen që ka e banë pa e posë marketingin. Në që të kohë që po jetohen, marketingu është me ditë se gjinja, kjo është shqiptar, kjo është dhe Albanian, se duhet e kjo është Stone, e që ta është Granit është Guri edhe dhe Albanian Stone, 3 herë të njëjtën, shumë interesant. Po mirë, në përgjithsi, sot kanë bështetë tani njerës të tjerë, ata të cilët një farë forme qofshin bashkëtetar të tjerë, edhe pjesëtar tjetër, edhe nga Kosova në përgjithsi. Unë ka bështetë shukt, shqiptar dhe shukt, jam rrit me të lifar nacione atje, këshukt unë përkrojnë, unë përshtetjen, me që kur vi shumë shqiptar vinë edhe i shohin, i përqjelen. I shohin, unë përkrojnë, unë mdojnë emocionat e mirë e krejt, është shumë interesant dhe qështu, supporti mes interneti pe shqiptarve kima shumë ti. A ka edhe komentet këqia? Në njëherë? Besoj si po. Edhe, si të bëjnë më ndi? A s'ke ko me i ledzu? Komente janë, që me thonë, gjdo kush e ko jeton butën e vetë. Për një arsye thetë, gjdo kush e ko pasqyren e vetë vetjes. Me bone ko mend keq, unë e këqyre me sytë e mi, që me thonë, me butën tem. Kër kush nuk është perfect, nobody is perfect, se thujnë, ka dhe unë nga baj gabime, dhe që më nëna më konë, me thonë, ndeshje për ndeshje, e kam një slogan, way to be the greatest, i bjenë që ju me konë ndeshje për ndeshje maj mirë bokser, veç edhe njëri maj mirë. Me konë maj mirë, një bop maj mirë, një familjon maj mirë, vlo maj mirë, shuk maj mirë. Aten kjo është slogan e jemë se njëri rrugën që banë rritet, persona rritet, vlerësia njërit, edhe gabime banë çdo kush. Po e vërtet, shumë e vërtet. A është e rëndësishme për ty me qenë i famshëm? Jo, pse. Nuk kam, pse e më rëzik. Unë e rritë që shjam për shemull, po më nuna edhe lutna zotit e folna se suksesi që vjen, nuk po kam qef me ndryshu veten. Se ndryshoj veten, mos ma jep suksesin. Se që ty që shumë gjuhin gjinja që shtë jam.
jam straight edhe jam real. I drejt për drejt. Edhe nuk më interesën a jam para kamere, a jam që shtu njëjtë. Po, shumë e vërtet. E që shtu po kam qef me më njoftu gjinja. Njoftu të gjithë. Po. Se krejt janë bo fake. A janë bo fake, a? Shumë sene janë fake, e për që ta po kam qef me kon straight, që shtu që jam, me mojt linjen tem. A je besimtar? Po, elhamdulillah. Edhe? Të ka ndihmuar besimi? Normal, besimi ki, pa besim, s'ki sen heq. E ke gjithmonë me vete, normalisht si një... Ato e kam gjithë me vete, pa besim nuk funksionan sen heq. Po. Po mirë, vjen shpesh Kosovë? Po, shpesh vi. Ke familjar apo thjesht veç e don Kosovën? Po besoj që... Familjar kam këtë, kam migjalart, djemt migjes, kërë të nënt. A kanë gjithë najnusa alo jo? Jam i martun dhe kam 2 fëmijë. Me shëndet. Faleminderit. Jam i martun që 8 vjetë. Bashkëshorten e kam të Kosovës, veç u rrit atje në Gjermani. Shumë mirë që e përmende bashkëshorten, se shumë interesant, di çfarë mendon bashkëshortja sa herë ti të me rrugën me shku me një ring. Sfatë, pendroj ma mirë të ime. Se? Mos ja përmend ma mirë, a? Po kam qef me, që me thonë, mos me him fort familje, po kam qef me full për karriere ose për sene tjera. Pa tjetër, por gjithsesi ajo unë besoj që e ka një frikë sa herë ti do që me rrugën për ndring, sepse është një sport që... E ka një frikë shumë malë veç unë përshtet për çdo sen. Po. E mos me pos bashkëshorten, se unë nimon me çdo sen, për shembull si nuk kam stres. Po. Edhe ma qelë rrugën për me mujtë me shku në stërvitje, në ushtrime, me shku në training slag, atin si camp sound, si... Që në gjatë gjithë kohës, që duhet të kesh... Tani, zdi so javë, si jam të shpe, zdi so muj, jam shku në Amerikë, kom jetu një vit, për shemull, atje, veç visha në shpe, që është asmin, visha pak e vizitojsha, tani shkojsha pet. I bjenë ma jep një përkroj për ondrën tem, se din që shë du që të sport. Po, pa tjetër. Po gjithsesi është një sakrificë e madhe që e bënd për karierën, sepse në fund të ditës është një sport që kërkon disciplinë të jashtëzakonshme. Duke marrë parasysh jo vetëm ushqimin, por edhe atë training që e përmende pak më herët, do me thonë stërvitje të jashtëzakonshme gjatë gjithë kohës që duhet t'i rish gati. Gjithë kohë e kishtë. Jeton që me thonë, ti nuk e panë ser vitjet vesh për 3 muaj ditë, kur e din kur i ki meqen, 12 javë kur shkon ban fitness, me qutega, me mojt fitness level, kondicion, tani ki, që me thonë, teknik, partner work, sparingat, ka fundi, ka meqe, teknikan, ushtrimin e ki, gjumin e ki, si do të me mojt ta në senet. Mas ndeshje se ki se nuk ban me lëqu vetën fort. Po. Një javë ban me hongër me pi që shtën. Një pushim shkurt me apo vetës aty këto. Pa të jo disiplina. Një javë ditë mënohet me lëqu vetën pak, ta një apet, që me do të një anis apet me oshtru ka dole, dhe me ardha apet, që me thonë nivejat ku e ka, ata një për tjetër meq. Ashtë e vështirë, duhet me pas një mendësi shumë të fort, një mendje shumë të fort për me arrit gjitha këto. Si a del, më intereson shumë të di. Apo tash është një andër? Është një andër. Zdi veç një andër, një sëret që ka e kam tu, se shpesh e kam si trupës e tej. Pra se mërë gjumë se mirë është, adin se bëll ke bon veç, që atërë thët disiplina, mendja, e kam një sëret krye që ato duhet me arrit, duhet gjithësysh, tani aja më dhejës më të rën, e tani që unë shkoj vrap, shkoj ushtrime edhe... Apo ma të regën që të sëret që shdo këtë? Që zëretën e kam për vete, s'po me ka ku kërkujna. Po, okej. To e kam secret, the secret. Po. S'po kam qef sëretet e mi, me të regu kërkujna, se qaja u më dhejës. Del sëretit dikur kur ta rrijet, apo? Kur ta rritet... Kemi me po gjithë po besoj. Keni me po tonë. Kjo është më rëndësishme. Janë do rry pa tani shumë a shumë. Që i kena sëretin të pasqyru, apo jo? A është kjo pikrisht ky vizionin që ti e ke për vetën që padyshim ja vlen çdo sakrificë, çdo mund i kësaj discipline për me arrit pikrisht ai vizion? Absolut. Dhe si pja del deri tani? Deri ku ka arrit ajo pjesë e asaj fotografia, ati vizioni, ati syreti që po i thu ti, ku ka arrit? Ose afru, çdo ditë më ngatë. Po. Çdo ditë po afruhet më ngatë. Po hyp shkallët. Edhe sot e nesër mund me arrit ato. Qysh do në zoti edhe qysh i rengati me punë.
Po, pa tjetër, kjo është ma... Edhe po mënuna çdo ditë për çdo me punu, me këshyr, me ecë, me bo tanat, maksimumin tem, e student zoti me madhon. Edhe arrijet, shumë e vërtet. Edhe si s'ma jep, e di si që qatë rrugë dikon ka me ko ofër. Diçka ka me kon. Pra, nuk janë vetëm këta rrypat? Absolut ju. Do të kemi edhe të tjerë. Kjo është starti. Kjo është starti. Do të kemi edhe të tjerë, po besoj shumë shpejt. Po mirë shumë. Po më intereson shumë di, me qenë se e përmendëm pak më herët ushtrimin edhe gjithë këtë sakrifisë, të e marë parasysh që kultura në shqiptare i ka disa ushqime goxha kalorike, goxha të shishme në tavolinën tonë. Si a del me i bo, me i largu po themi, apo mos me ra prej e këtyre të ndimeve të ushqimeve? Kjo është një pyetje shumë e mirë. Po, t'lutem. Se ko posë probleme shumë me peshë. Po. Kam buksu 90 kila, tani 79, që me thonë që ako mi i kom posë njëherë 100 kila, kërë kom pas lo buksin. On shumë interesant. Ushqimja është A und O, dhe disiplina edhe... Pa qka nuk mund është heq? Une me makona buka e këtuit, makona shumë. Takona buka Kosovës, a? Shumë, veç shumë i njëre, shumë senet, nuk u dzëj. Nuk u dzëj. E për që ta e ho normal, mish pulles, salat, oresk, si pak kapë, si thujim. Po mënuna me mojt pak, qështë? Pa tjetër. Mos me po stres, pregaditje me ushqim shumë. Se kur te kish 90 kila, e bokson 7-6 kila, e ki 3 muj dit, tani te ki ushtrimet non-stop, plus ushqimet nuk mund me përbalu ato, nuk mund me dhonë qatë shumë energji pa buk. Se unë jam i hejës, jam po i hejës, edhe kur të lëshoj një herë, ho fort. E për që ta po mënura gjithë me mojt pak, se tani kam probleme masa nej. Jemi të minutat e fundit gjithsesi, po më intereson shumë për para se të dalësh në ring, a ka ndonjë lutje, ndonjë mantra, ndonjë ritual, ndonjë zakon që t'je bën, që të ndihmon ndoshta me fitu një herë një qetësi, sepse gjithmonë thuhet para çdo, po themi, që duhet një qëtësi për para se të shpërthesh në ato momente kur duhet të jesh në ring? Janë shumë sene, zdi qësh bete a spjegu. Ndonjë lutje të veçantë apo diçka e tillë që e bën për para ringut? Te e ki një ritual, për shembull para se me hin meç, ose para se me shku një dit për para, na jem 2 dit për para atje, bojmë prese konferencë, ki peshen, tani shkujmë të zolla, hi për shembull në ring, kam qef me ditë energjina, qysh është energjia, qysh është kja, të cikrime se e një vetën mirë, adin edhe shlirë e një, në rinjë kur ti i këshyre rrypat, adin që me thonë, a është mirë, a është në regull. Tani ushqimin, për para këshyrëm në restoran, se është i mirë, ku me hongër, edhe se është mirë aja nuk e ndrojmo, se aja është me rëndësi që ka të hangësh para meqit. Tani, jam që me thonë, jam shumë relax, adin. I qetësuar. Vish 3 orë për para, tani më ka pak si në farë si fokus, si stresi, si... Kap stresi. Jam pak si shme agresiv. Që aty tani janë nisë. Që aty është momenti për me shpërti. E kam një grupë, si një muj për çdo sen, shukët e menegjerat e krejtat trenere, edhe tani bisedojmë. Hojmë bukë, bisedojmë e thëmë, okej, që ta është 3 orë si jam për më kësajde, kryni jo krejtë qëto sene që ka janë me kry, dhe za tetëm zollë. Tani na vim ka fundit zollët edhe ata e pregaditin krejtë senet, unë jam tani relaxed. Ka shumë shqiptarë të cilët në një farforme, sidomos shqiptarë në Gjermani, të cilët kanë pas suksese të jashtëzakonshme, suksese shumë të mira në boks. Dhe shumë prej tyre kemi parë edhe në për media, në për prezantime të ndryshme, një prej tyre edhe e ka fituar një format reality show në Kosovë, është fjala për Drilonin i cili e ka fitu pikrisht Big Brother VIP Kosova. Ka ndonjë mundësi që ta shohim edhe Granitin në një format tillë në një tarë më të afërt? Të Big Brother? Po. është një pyetje, s'di qa me thonë. Nuk i për cili, veç ishtu që apo një, që apo ndohë, a kishe hynë do njëherë edhe ti në një formatir? Ndo shta po, a? S'po thët kur gjo. Të duhet me ki, s'po tha ma mirë kur gjo, se umë ka thirë një shok, ka thonë, aji
ai mund që a mund me shku për një ditë me ushtru ata. Po. Thash, nasa për një ditë isha shku me ushtru pak, po. Veç për nejtë atë... Me shku më mbyll? Jo, më mbyll. Është të vështirë. Atë jo shtirë se... Qa me thonë? Sa të thamë ju, nështë të nejtë të thamë, ja, mujna me bo. Nuk i dihet Nuk i dihet kur jetës, për që ta nuk banë me thonë kur ju, apo po, gjdo zi të atë lunë, veç për momentin... Njerë, je fokusu dikon tjetër. Jam fokusu në drejtimin tem, i respektoj ata njerë se e bojnë, e si shkujnë atje e dhojnë maksimumit vetën. Po. Gjithsesi, e thash pak më herët, jemi te fundi, po më intereson shumë di, apo këtë do doje ta falenderoje për gjithë ata që të kanë ndihmu ndoshta në rrugtimin tonë, ndoshta koha që ti t'ja bësh një falenderim publik atyre. Po. Faleminderit të gjithëve, shokët dhe supportet për juve, tana krejt njerë si më shënuin, si më bojnë lojka, si më shpendojnë dhe si më bojnë support me isë për pora. Pa juve nuk isha pos që të farë fuqie, që të farë më motivim me arrit ondrën tem. Faleminderit të gjithëve. Edhe faleminderit edhe nga ne, faleminderit për kohën, edhe urojmë shumë suksese, shëndet mbi gjitha, sa ma pak lëndime mundësisht, edhe po besoj që herë